Një rast skandaloz është denoncuar sot nga media dhe është bërë viral në rrjetet sociale. Presidenti i Federatës Ruse të Mundjes dhe zëvendës presidenti i Federatës Botërore të Mundjes, në momentin që për hir të këtij titulli, pra duke pasur atributin si zëvendës presidenti i Federatës Botërore të Mundjes, i vendos medaljen e artë kampionit shqiptar Valiev, Çermen Valiev, ai ushtron forcë në vendosjen e medaljes dhe thuhet që i është shprehur ose e ka quajtur atë tradhtar. Fakt është skandaloz. Ai referohet faktit që Valiev garon për Shqipërinë, garon për ngjyrat kuqezi, ndërkohë që ka origjinë nga zonat që sot janë pjesë e Rusisë. Por në fakta ka të drejtë një presidenti i federate të ketë një sjellje të tillë. Kur sot pothuajse pjesa më e madhe e ekipeve botërore janë mikse, janë njerëz që kanë ardhur dhe nga vende të tjera, kanë lindur në vende të tjera, kanë përfaqësuar flamuj të tjerë dhe në një moment caktuar zgjedhin të përfaqësojnë një vend tjetër. Kjo është normale kudo në botë, kjo është normale në futboll, kjo është normale në sporte të tjera. Mjafton të them që Greqia ka pasur me 10 atletë shqiptarë që kanë pasur medalje, madje Pirro Dhima që ka garuar fillimisht për Shqipërinë, ka 3 medalje të arta dhe 1 medalje të bronz për olimpike për Greqinë. Është turp, është skandal që zëvendës presidenti një federate dhe Federatës Botërore dhe presidenti Rusisë të ketë një sjellje të tillë. Turp, Shqipëria duhet kërkojë shpjegime për këtë sjellje.